Poezia Dashuria ime parë ishte një takim disa orësh mes poetesh në bibliotekën publike Mitrush Kuteli me rastin e ditës ndërkombëtare të poezisë, edicioni 6, një aktivitet i përvitshëm i organizuar nga Bashkia e Qytetit dhe Këshilli Rinor Pogradec. Në kuadër të 21 marsit, ditës ndërkombëtare të poezisë, Qendra Multifunksionale, Biblioteka Publike Mitrush Kuteli, në bashkëpunim me Këshillin Rinor Pogradec, organizon të aktivitet takim mes poetësh, i cili është edicioni i 6 vit radhasi. Kemi të ftuar poetët e qytetit të Pogradecit, të vjetër, por edhe poetët të rinj. Këtë vit, poezia Dashuria ime parë, për mua, ka të bëjë jo vetëm thjesht me poezinë si koncept, jo vetëm thjesht me një përmbledhje poetike, por dhe me atë ndjesinë e parë që ne përjetojmë duke pasur në duart tona librin. E gjitha është një kthim tek libri, e cila buron për tempullit të dijes, si është biblioteka. Në rastin ton, në këtë aktivitet, unë do të doja të thosha që ndihemi privilegjuar përmes pjesëmarrjes me emra të cilët kanë bërë, si thua, jo vetëm historinë e artit pogradecar, por po them historinë e poezisë shqiptare, sepse ata njihen edhe kombëtarisht përtej Pogradecit. Për herë të parë, 14 poetë patën mundësinë të kuvendojnë me poetë të mirënjohur pogradecare nëpërmjet vargjeve të tyre. Ndarme të pranishmit, Copëza nga krijimtaria, poetët Liris Sejtlari, Dimitri Pojanaku, Alida Stamo, Mariana Shkurti, Afroviti Gusho, Ilir Shyta, Andi Kosta, Dorian Leka, Albana Toçka, Semela Lushka dhe Enkela Mitrollari, por dhe prozatorët Istref Axhillari, Bujar Balliu. Këtij eventi nuk i munguan përfaqësuesit nga pushteti lokal dhe qendror si dhe deputeti zonës Bledi Çomo, kryetari i bashkisë Ilir Gjakolli, administratori i qendrës multifunksionale Pogradec Dorian Latifllari, por dhe nën punës të tjerë të administratës nga Drejtoria e Turizmit, Rinisë e Trashëgimisë Kulturore. Gjatë këtij takimi poetik, poetët dhuruan librat e tyre për të pranishmit dhe të gjithë krijuesit u pajisën me certifikata mirënjohje nga organizatorët nën motivacionin, në shenjë vlerësimi dhe mirënjohje për shpirtin krijues, ndjeshmërinë artistike dhe kontributin e tyre në pasurimin e fjalës poetike, si dhe për pjesëmarrjen dinjitoze në këtë aktivitet. Aktivitete të tilla dëshmojnë një gjë të sigurt, që poezia po trashëgohet denjësisht nëpërmjet brezave. Më vonë, kjo erë, kur ti të bëhesh një prind me rrobat më të bukura, me ngjyrat më të praruara, ajo, ose nga dashuria, ose nga xhelozia, do të rëmbej. E nuk e di ku do të shpjerë. Gjetjen, zmeraldimi, bukrim, ruaju në vjesht. Kujdes.